Si çdo miqësore tjetër edhe ajo me Slovenin do të jetë një mundësi për të provuar futbollistë në mënyra të ndryshme loje. Trajneri kombëtares Josip Kushe ka pranuar se do të aplikojë mënyrë të ndryshme loje në të dy pjesët e saj. Kushe ka deklaruar se fillimisht do të ketë dy sulmues që do të jenë Salihi dhe Bogdani, ndërsa në pjesën e dytë një prej tyre do të dalë nga loja. Ai sigurisht që do t'u jap mundësinë futbollistëve të rinj për të cilët ka shprehur besim se do të jenë një ndihmë e mirë për ekipin në të ardhmen. For example, Bulku was always great for national team. Muzaka in the present time is also in very good form. Do të jem Bulku, do të futet Muzaka, do të ketë mundësi edhe Baka që në ndeshjen e fundit ishte mjaft i rrezikshëm. Më pëlqen edhe Vila, këto kanë qenë fjalët e trajnerit. Është gjithmonë pozitive kur skuadra merr rezultat të mirë në një ndeshje. Fitohet më shumë besim tek vetja dhe kjo bën të jesh më të sigurt në ndeshjen e radhës. Edhe ndaj Slovenisë në mbrëmjen e së mërkurës do të luhet për rezultat. Futbollistët e kombëtare Cana dhe Lala kanë pranuar se skuadra është në rritje dhe me mundësitë që janë do të japin maksimumin. Për Lalën ky është sezoni i fundit me fanelën kuqezi. Ndeshja Shqipëri-Sloveni është në program për të mërkurën në orën 20 në stadiumin Qemal Stafa.